Votuat sot apo jo? Jo, në diasporë është votuar dje, ditën e shtunë, do të thonë në selitës ambasada dhe konsulatave është votuar. Ajo pjesë e bashkëdhëtarëve tanë që kanë zgjedhur të votojnë drejt për drejt në selit e konsulatave, ndërsa pjesa tjetër kanë dërguar flet votimet e tyre me postë drejt Kosovës, drejt Komisionit Qendror Zgjedhor. Pra, votimi në konsullatin e Republikës së Kosovës në Dyzendorf ka shkuar shumë mirë, pjesëmarrja ka qenë e lartë dhe ka gjithçka ka shkuar në rregull pa asnjë problem dhe pa asnjë ekses. Si proces shkoi gjithçka në rregull? Ndërkaq sot si shkon procesi i votimit në konsulatat në vendet ku mërkimtarët tanë diaspora jonë jeton, apo jo? Na shpjego pak, zotri Veliu. Sot në konsulata dhe ambasada nuk ka votim. Votimi ka qenë ditën e djeshme. Domethënë ka qenë e caktuar data 6 qershor për ata që votojnë në selitë e konsulatave dhe ambasadave kudo jashtë Kosovës, ndërsa sot votohet vetëm në qendrat e votimit në Kosovë. Dhe ato po i ndjekim pra dhe ne përmes mediave dhe po shohim se si po ecë procesi, për çka me sa po duket nuk është se janë paraqitur problematika të mëdha, në përjashtim të disa vend votime ku dalja ka qenë pak me vonesë, pra fillimi i procesit ka qenë me vonesë, në të kundërt nuk është se kemi parë diçka më tepër të paktën deri në këtë momente. E qartë, dhe cila është shpresa juaj, zotri Veliu, normalisht duke uruar që nuk e theni hishje zgjedhore, që çfarë zgjidhje mendoni që do të ofrojnë këto zgjedhje? Po, shpresa jonë është se më në fund liderët politik të vetëdijsohen dhe të vëjnë gishtin kokës dhe të shohin se më me rëndësi është vendi Kosova dhe qytetarët e saj, si sa pozitat e tyre politike e institucionale, pra, të mendojnë më tepër për çështjen e vendit, për çështjen e qytetarëve, për çka edhe janë të ftuar dhe të votuar, e jo vetëm të shohin interesat e ngushta që të kenë sa më shumë pushtet. Një zgjedhje më mirë do të ishte koalicion pas këtyre, pra zgjidhja e problemit do bëhej vetëm me një koalicion në mes të forcave, po them forcave kryesore, pasi që pozita e presidentit të Republikës kërkon 80 mandate, kërkon 80 vota në parlament dhe një forcë politike është e pamundur që një gjë të tillë të arrijë. Po unë mendoj se fillimisht do të ballafaqohen në problematika të tjera, pasi që ne nuk dim rezultatin cili do të jetë, por unë nuk e besoj që kësaj radhe do të kemi 50%. Dhe në këtë rast do të jemi të detyruar të kemi koalicion edhe për krijimin e qeverisë. Pra, unë do të kisha dashur që një koalicion i tillë të bëhej në paku jo vetëm për çështjen e qeverisë, por të mendohet edhe me zgjedhjen e presidentit dhe të gjitha në pako me një marrëveshje politike në mes të dy forcave kryesore politike, do të ishte një zgjedhje dhe do të mundsonte që në 4 vitet e ardhshme të kemi qeveri dhe të mos ju drejtohemi kutive të votimit. Shkurt, zotri Veliu, me qenë se do të keni një paraqitje tjetër, mendoni se këto zgjedhje do të na ofrojnë zgjidhje për çështjen e presidentit, me qenë se kjo është arsyeja se pse shkuam në këto zgjedhje të parakohshme? Po, gjithçka, siç e thash edhe më herët, do varet nga vullneti i krerëve të partive politike, por edhe i antarësisë së tyre. Në ato raste kur pyetet antarësia, e në rastet kur kemi lider të cilët vendosin vetë, ata duhet tani më të dinë se është momenti i fundit që të mos luajnë me qytetarin, të mos luajnë me shtetin, se në këtë mënyrë po e rrezikojmë edhe vetë qenien e Republikës.